Po ndihen shumë krenar që arritën të jenë nxënës të shkollës së muzikës, ndonë se të vegjël e kuptojnë që këtu ka shumë rëndësi kultura muzikore. Shpreja vetë dëshiren me hinë shkollë muzike se dhe mi vazhdu vetë flaute. Në instrumentin e pianos, ajo më pruri këto dhe pastaj une e këndova një këngë. Nga ana tjetër, drejtori i shkollës së muzikës Kastriot Sada thotë se numri nxënësve që kanë shprehur dëshirën të regjistrohen në këtë institucion arsimor ka qenë shumë i madh. Kanë konkuruar gjithsej 130 nxënës për shkollën e ulët të muzikës, ku janë pranuar gjithsej 47 nxënës. Është numri maksimal për momentin i lejuar i cili është pranuar, për arsye se nuk kemi vend tjetër të mjaftueshëm për nxënësit tjerë të ri. Edhe pse shumë nga ta kanë kaluar do të thotë 50% të vlerësimit gjatë testit që është mbajtur javën e kaluar. Jemi duke bërë përpjekje maksimale që të rritet numri i nxënësve në shkollën e ulët, sepse është një prurë e jashtëzakonshme, edhe kemi talent jashtëzakonshëm, kështu që nuk është qëllimi i shkollës dhe i tërë komunitetit artistik, pra edhe mësimdhënësve që t'i lejmë jashtë dyerve të shkollës së muzikës. Edhe për shkollën e mesme interesimi ka qenë i kënaqshëm. Është bërë edhe pranimi në të dyja fatet, do të ka përfunduar regjistrimi i nxënësve në shkollën e mesme të muzikës. Po thuaj se kemi filluar në mënyrë të rregullt, sepse ende na mungon një kuadër profesional, jo vetëm në lëndet instrumentale për artistike. Është bërë hapja e konkurseve, jemi duke pritur do të thotë që brenda kësaj jave të përmbyllet edhe kjo procedurë, si dhe nga anja tjetër të fillojmë me orarët me të gjitha gjana tjera. Ndërkohë, me qenë se konkursi për mësimdhënës është hapur relativisht vonë, brenda disa ditëve edhe në këtë shkollë do të plotësojnë vendet e nevojshme që procesi mësimit të vazhdojë normalisht.